Tjetër ose? Shumë mirë. Tani, që ta bëjmë që kërë më formale, si vini ideja. Zakonisht, kur unë të kanë në fiqin, them që Pasqualina të të shkishe, kur unë kam qënë në gjimnaz, ishte gjithmona jo ideja që më kam bërë shkone. Babi një piktor, që më jetë të njërë më uzote të një të nëmër. Po kishte këtë kritikës se me këndë njërë të njërë i pare, nuk është të prire shumë të arte, se nuk kam shumë financa, ekonomi, nuk është tregur shumë i regull, nuk kemi të ardhë shumë sigur. Por, të gjithë, pasaj Pasqualina e ndohë që duke, ishte okej, ta u do të për arte, nuk pyës, se a është një e këtë, do pyësit dual. Në parë të persona që kanë të shqipë me nëse nuk e kam, por janë në të tënë. Të ditë vetëm në një qësë në tavë, ta është jo, të bëjmë do më në shka. Në arte, të bëjmë do më pak artiste. Që gjithkash po këmbibojnë një formë, sa do pak, sa do mirë, që u vjetë në një diskut, që po marrim të iniciativë nga të faqës. Kjo faqë ka pasur të në hatje, në sensin të duktimi të që në gjatë, në rritje, në sëndeshje, në klasidesh. Në fillim, donin që të bëni një platformë mentorimi më shumë, që nuk janë artistë të mirë njohur, që mund të jetë kontributi me mentorimi të ata që duan të të një filloj karriere, të filloj rritimi, por duhet i marrim gjërat qapasapi, apo shabash. Kështu që ta në fillim do fillojmë thjesht, të kemi një platformë, nuk shumë që një marketplace, ose një e-commerce, për ata që e kanë më të kultuar, bëhet ka të faqë qësimesh, po edhe i ilustrojnë në një kohë. E cila ju ndihmon juve për të parë se kush janë të afishuar për momentin. Tani, okej. Kemi disa persona këtu, që është babi im, se fleshe. Kemi profesora janë të rëbën, që me shumë najsi në minutë fundit në mundua që të një në dispozicion se nga përnë e ti për të testuar dhe për të parë se si të përkaqa. Kemi Salome, një nga shoqet e Pasqualinës, po për momentin. Kemi të dhe kemi dhe Pasqualinës. Mendoj që është një fillim i mbarë, pjesa tjetër e ju që janë të mendojnë që ka për aplikani, njerës që të menimi, mendojnë realisht që kanë vera të sjellin dhe të kapin të mira, në për të këtë. Në shkojmë të shonë më vasha bashkë, brënda profilit individëve. Shkojmë se kam të thjesht për kritika për ndajë, jo për të tjerë. Faqja është ndërtuar në Twitter, do të ketë një banner, i cili përgjithsisht personalizohet që se cili individ, se cili artist do të faqë të tij, që do kontrollojmë dhe menaxhohet çfarë do të jetë, çfarë do të postohet dhe si do të prezentohet me këshillësi. Ku krijohet profili, krijohet edhe një këshillë vogël, apo atë një rating, që mundon të jeni pesë. Dhe në jetën kohë listohen edhe disa prej punëve ose portofoli që ata duan të eksponojnë. Është e rëndësishme për të thënë që ne do mundohemi që punimet, veprat të kategorive të ndryshme, do të qoftë piktor, skulptor, dhe artistë të tjerë, fotograf, operat, të mund të ekspozojnë veprat të tyre të cilët janë ekskluzive, janë origjinale dhe nuk janë shumë të përhapura në faqe të tjera, për të sjellë shikuesit dhe vizitorët që të fokusohen dhe ta kenë këtë si një platformë të vetëm ndërkohë, nëse jemi apo interesohen më tepër për të parë një vepër të kartë, është ndërtuar ti. Kemi disa informacione të rëndësishme, titull, për këtë që nuk dihet komfort për momentin anglisht, pa merak, po vetëm në versione shqip, që do të jetë shumë lehtësisht e aksesueshme, por për momentin si një pjesë për ju shkretim besoj që duhet formatuar, duhet kompletuar, duhet funduar një herë një format në një të caktuar, në mënyrë që pastaj të mund të aplikohet dhe